A është njohja e gjuhës maqedonase e detyrueshme për shqiptarët? Këtë pyetje kryeministrit Hristijan Mickoski ja parashtroi deputeti Skënder Xhepi Zejdi nga koalicioni Fronti Evropian. Tutje shtoi se mes ministrave është thënë se për shkak të krizës ekonomike gjoja ishte propozuar të hiqen përkthyesit në gjuhën shqipe. Mediat proqeveritare, bashkë me zyrtarët qeveritar, me ministrat e juaj, vazhdimisht në ditë të fundit e kanë hapur një pyetje dhe të thonë që a kanë nevojë, paramendoje, në këtë krizë ekonomike ne bëjmë virale temat këtilla, a kanë nevojë ministrat, qeveria të kenë përkthyes shqiptar dhe a duhet gjuha maqedonase të jetë e detyrueshme për gjithë qytetarët. Edhe kryeministri ka qortuar ministrët drejtorët e tij që nëse nuk flasin maqedonisht do t'i shkarkojë. Kryeministri Mickoski u përgjigj se gjuha maqedonase sipas kushtetutës është zyrtare në gjithë territorin, por se gjithashtu gjuhë zyrtare është edhe shqipja. Nëse i vendosni kufjet do të shihni se përkthehet në shqip. Unë nuk kam problem me asnjë gjuhë, u përgjigj kryeministri. Не ми пречи мене. Не знам зашто имате потреба да викате. Напротив, апсолутно не ми пречи. Слободно да си го користите албанскиот јазик и така натаму и така. Дури и се трудам да го учам и да го научам. Отворено ќе ви кажам. И се надевам дека за некоја година од денеска ќе можам и јас да не ги користам слушалките и кога зборите на албански јазик вака грлато, кога мислите дека некој ќе се уплаши од тоа, ќе можам да го разберам тоа што го кажувате. Xhepi gjithashtu ngriti edhe çështjen se gjithnjë më shumë shqiptar po largohen nga puna, ndërsa Mickoski u përgjigj se në prill ligji për përfaqësim të drejtë, i cili ka kaluar edhe filtrat e Komisionit të Venecias, do gjendet para deputetëve.